Sot jemi përsëri në Retro Time, kthim në vite dhe po ashtu mund të themi se jemi në puntatën e 2 dhe ja kemi filluar shumë mirë. Nëse viti 1972 ishte vit i zërit, 1974 ishte viti i frikës nga AIZ. Në këtë vit kënga u dëgjua shumë pak, fjalët u matën më shumë dhe arti filloi të ecë me kokën ulur, por pikërisht për këtë arsye. Në vitin 1974 është viti që shqiptarët duhet të njohin, të them të drejtën, më shumë, sepse ai vit na mësoi se sa e shtrenjtë është liria e shprehjes. Çfarë ndodhte në Shqipëri në këtë vit? Viti 1974 shënohet nga një ngjarje kyçe, plenumi i 4 i Komitetit Qendror. Një nga momentet më të ashpra ndaj kulturës dhe artit, ku arti, muzika dhe letërsia u akuzuan për liberalizëm, për ndikim të huaj dhe për largim nga fryma e revolucionit. Pasojat ishin, mund të them, të mëdha dhe të dhimbshme, se kishte cenzurë të fortë, dënim politik, ndalime krijimtarie dhe frikë në botimin artistik. Dhe puna është që kjo arsye ka qenë përse veprat e asaj periudhe janë aq me metaforë, aq me satirë, domethënë i kanë të përdorura të gjitha gjërat, por në mënyrë indirekte, duke dhënë mesazhe për popullin e tyre se pavarësisht të gjithave dhe ne jemi të njëjtin mendim me popullin. 1974 nuk ishte vit krijimtarie, ishte një vit ndëshkimi, sa i përket muzikës nga shpërtimi në heshtje. Pas festivalit të 11 të vitit 1972, muzika kishte marrë frym. Dhe po ashtu mund të themi se vitin 1974 kjo frym u konsiderua e rrezikshme. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Kënga u ndalua nga transmetimi, kompozitorët dhe këngëtarët u kritikuan dhe tekstet u bën më të thata dhe më ideologjike. Sa i përket Vaçezelës, ikonës asaj kohe, mbeti zëri më i madh, por me repertor më të kufizuar. Kënga e saj u filtrua më fort dhe arti i saj u mbajt brenda vijës. Këngët që dëgjoheshin më shumë ishin si Fëmia i parë, Nënë moj, do të pres gërshetin. Dhe pavarësisht nëse i hyni thellë kësaj kënge, do ta vëreni atë frymën edhe si partizane. Repertori i saj ishte më i kufizuar për shkak të censurës, por zëri dhe interpretimi mbeten gjithmonë ikon. Në vitin 1974 Vaçezela vazhdonte të këndonte për ne, por repertori i saj kishte kufizime dhe i mbrojtur nga cenzura. Unë do dua që regjia po ashtu na përshëndes me këngën Nënë moj nga Vaçezela dhe më pas rikthehemi për të folur pak më shumë për Nexhmi Pagarushën dhe për pjesët e tjera të këtij viti. Nënë moj, do pres gërshetin e do dal malit për pjet. Shoqe shoqe po më presin në ato bjesh ku putin ret. Dil moj lajmë rodas more se do shkoj unë partizan. Mos më bëj se zakoni do markush në mandotar, në bukat të ripi pushka.
luftës, na në moj në shien ere. Do të lirë në balë të luftës, do të lirë në balë të luftës, me gërshetin tim të prerë, o morina në balë të luftës, do të lirë në balë të luftës, me gërshetin tim të prerë, o morina. Malli për mua, dil ndigjo, krisma nga mali, mbi lirin asgjë nuk dua, se jam nuk se partizani, mos I pyesësh në përpyje, ku kam qenë e ku s'kam qenë. Gjur më gjur, do në ca yje, dhe më qesh, ka të ripi mushka, na në moj në shien neve, do të lirë në balë të luftës, do të lirë në balë të luftës, me gërshetin tim të prerë, o morina. Me gërshetin tim të prerë, o morina. Na 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 na. U rikthejmë kështu përsëri në studio dhe do ta vazhdojmë vetëm pak pjesën që e lam pa përfunduar sa I përket të muzikës. Në vitin 1974, Vaçezela vazhdonte të këndonte për ne, për repertori I saj ishte kufizuar dhe I mbrojtur nga cenzura. Në Kosovë Nexhmi Pagarusha mbante gjallë melodinë që fliste për dashuri dhe për identitet dhe në shtëpi kur ndiznim radion dëgjonim ato zëra si dritë në errësirë. Ishin një lloj fryme e shpresës, një kujtim që do të mbetej gjallë dhe gjatë në kujtesën e njerëzve. Festivali I këngës nuk pati festival zyrtar si të madh si në vitin 1972, por kënga e vjetër u ripropozoa për publikun. Radio Tirana shpesh transmetonte këngë patriotike dhe popullore dhe muzika vazhdoi të ekzistojë, por pa guxim që ka pasur dikur. Ne do të kthehemi kështu në pjesën tjetër ku do të flasim për Kosovën e vitit 1974, ndryshe nga Shqipëria, Kosova në vitin 1974 jetonte një moment më të lirë kulturor. Si ngjarje të rëndësishme ishte Kushtetuta e vitit 1974 në Jugosllavi rriti autonominë e Kosovës, forcoi institucione kulturore dhe gjua shqipe fitoi më shumë hapësirë. Sa I përket muzikës dhe artit, Radio Prishtina ishte më aktive, këngët shqipe ishin më të shumta dhe Nexhmi Pagarusha vazhdonte të jetë ikone e asaj periudhe. Nexhmi Pagarusha me zemrën e lampas dhe këngë të tjera të repertorit të saj vazhduan të transmetoheshin nëpër radio dhe nëpër të gjithë Kosovën. Repertori popullor I kohës ishte me këngë me motive lirike, kombëtare dhe tradicionale. Radio Prishtina ishte më e hapur për interpretim shqiptar dhe për reportin e freskët ndryshe nga ajo që ishte në Shqipëri. 1974 në Kosovë ishte viti I shpresës kulturore, mund thoja, ndryshe nga Shqipëria. Duke u kthyer po ashtu nga Nexhmi Pagarusha, Nexhmi Pagarusha vërtet ka qenë një ikon dhe vazhdon të jetë, duke parë se është interesante që këngët e vjetra po ashtu rikthehen në një frymë modernizimi. Unë do doja t'ju përshëndesja me këngën Zemrën e lam pas nga Nexhmi Pagarusha dhe më pas rikthehemi në studio për të folur pak për letërsinë. Dashërim që vardë se më
o bubu si do m'ja baj. Përndesh të bukuris më je, unë pa ty maj do për sas. Dashurin që kam në zemra, o bubu si do m'ja baj. U rikthejmë kështu në pjesën tjetër ku është dhe pjesa e letërsisë. Do të thoja pjesa që unë dua më shumë. Dhe mos pyesni pse, se jam i sigurt që ndoshta mund ta dini. Letërsia, fjala që u mat në vitin 1974. Në Shqipëri letërsia në 1974 u vu nën kontroll të rrept. Çdo metaforë u analizua dhe çdo simbol u dyshua. Autor si Ismail Kadare në vitin 1974 ishte tashmë një figurë e njohur dhe veprat e tij vazhdonin të lexoheshin dhe të diskutoheshin megjithatë edhe nëpërmjet vështirësive. Vepra në qarkullim në vitin 1974 ishte Kështjella, roman historik me simbolik mbi pushtetin dhe rezistencën. Në vitin 1974 lexuesit e rinj dhe kritikët e analizuan për kuptimet e fshehta duke i dhënë jetë të re. Kemi pashtu kronik në gur dhe poezi dhe tregime në revista të ndryshme si Shekulli im, Motive me diell dhe tregime të shkurtra si Drita dhe Nëntori. Por duke e parë në spektrin letrar të Ismail Kadare gjithmonë ka qenë indirekt, duke dhënë mesazhe indirekte për popullin e tij dhe gjëja që më pëlqeu më shumë ishte se pavarësisht asaj fryme që Kadare ka shkruar në vepra, gjithmonë ka thënë në një intervistë që nëse do më jepej mundësia të shkruaja përsëri, nuk do
kishte ashtë lëvdata për pjesën e komunizmit të asaj kohe. Por, siç thash, ato, domethënë, e kam pasur interesin e tij. Dhe duke folur më shumë për periudhën që ndodhej Kadare po ashtu nëpërmjet Enverit e mori edhe mundësinë për të shkuar në Rusi për të studiuar, duke i bërë studimet për shkrime të ndryshme dhe mori një formë shumë të madhe. Domethënë, siç e thash, nëse do ta krahasonit një poezi të Kadares që e ka botuar para Moskës dhe pas Moskës, të duket sikur janë dy persona të ndryshëm që e kanë shkruar këtë poezi. Se ajo fryma atje ishte shumë e gjallë dhe sa i përket Kronik në Gur është shumë interesante si fill historie, se ai normalisht aty e përshkruan Gjirokastrën, se si duke Gjirokastra për shtëpitë që ishin njëra mbi tjetrën, që mund ta prekë edhe malin e ndonjë minare të xhamis dhe këto ishin domethënë elementet interesante, por arsyeja që nisi ta shkruaj këtë vepër ishte vetëm për faktin që xhelozoi një grek që nisi të flas bukur për Gjirokastrën. Dhe kjo ishte fillimi i saj. Por gjithsesi të rikthehemi përsëri se do të kemi edhe një temë që do të jetë shumë kompletuar me letërsinë. Sa i përket Dritëro Agollit vazhdonte të ishte zëri i njerëzve të thjesht, por edhe ai duhet të përshtatej me kërkesat ideologjike. Dhe siç e thash, ai ishte shumë politikan. Në një intervistë tjetër të tij, Dritëro Agolli ka thënë që, domethënë, kur e kanë pyetur për partitë politike me KJ, edhe ka thënë që unë jam me atë që do fitoj dhe thotë që edhe në botën e përtejme, mbas vdekjes, unë do të bëj politikë me Zotin. Domethënë, do mundohem që të mbaj diçka edhe për veten time dhe mendon që do të kaloj atë shkollaj. Gjithsesi, vepra në qarkullim në vitin 1974 nga Agolli janë Në rrugë dola, përmbledhje me poezi, Hapat e mia në asfalt, poezi për rinin dhe moralin socialist dhe tregime dhe ese në revista. Agolli në këtë vit ishte mbrojtësi i identitetit popullor, duke ruajtur gjuhën e përditshme dhe ndjeshmërinë humane. Kurse nga ana tjetër sa i përket Fatos Arapi ishte zëri modern dhe introspektiv i poezisë shqiptare. Në vitin 1974, poezia e tij vazhdon të qarkullojë kryesisht nëpër revista. Veprat që ishin më në qarkullim të Fatos Arapit ishin shtigje poetike, përmbledhje poetike, Më jepni një emër, poezi me ton intim dhe poezi të tjera të publikuara në revista, si të revista Nëntori, Drita dhe Ylli. Fatos Arapi përfaqësonte zërin introspektiv që sfidonte heshjen e kohës me ndjeshmëri shumë të butë. Vazhduan po ashtu të shkruajnë edhe me kujdes ekstrem, me nën tekste të fshehta, me gjuhë simbolike dhe letërsia u bë si një formë mbijetese për ta. Kurse sa i përket radios, një pjesë tjetër e kësaj periudhe, në Shqipëri ishte Radio Tirana që vazhdonte të ishte e vetmja radio në atë periudhë, programacioni ishte i filtruar dhe më shumë fjalime dhe më pak art. Do të thënë mundoheshin që ta largojnë popullin nga zhvillimi kulturor që duhet të ketë një popull. Radio ishte ende e dashur, por jo më e lirë. Në Kosovë, sa i përket Radio Prishtinës, transmetohte më shumë kulturë shqipe, muzikë popullore dhe poezi dhe programe kulturore. Kështu ne mbaruam me pjesën e artit, do thoja, dhe më pas do të rikthehemi te ekonomia dhe sporti, por na prisni vetëm pak. Retro Time u mundësua nga Dua Molstruk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. U rikthyem kështu përsëri dhe do të flasim pak sa i përket ekonomisë dhe jetës së përditshme. Shqipëria ishte me ekonomi të centralizuar, barazi në varfëri, punë kolektive dhe jetë e rregull por pa perspektiv. Mund të them se gjithmonë është cilësuar kjo periudha që është dashur të jenë të gjithë në të njëjtën shtresë dhe kjo më duket pak absurde, besoj që do të bashkoni dhe ju në të njëjtin mendim me mua se nuk mundet për shembull një punëtor shumë i madh të jetë në të njëjtën me të njëjtin që e ka një i varfër ose një jo punëtor, se tek e fundit të gjithë janë duke u munduar për kafshatën e gojës, dhe pse jo dikush është duke u munduar që të fitojë edhe më shumë për jetën e tij. Por gjithsesi, prandaj titullohet edhe si periudhë e komunizmit. Unë e kam nënën nga Shqipëria dhe po ashtu është interesante kjo periudha se gjatë kohës kur ishte domethënë Enveri Sëmuri dhe mbas kohës domethënë kur vdiq, ishte puna që
të detyronin të qaje. Domethënë ti ishe i detyruar të qaje në vdekjen e Enver Hoxhës, ku është pak absurde se tek fundit në njerëz të dalin lotët edhe për njerëzit e shtëpisë, e le mo për Enver Hoxhën, çfarë kemi ikën në atë periudhë. Edhe nga fakti që e kam nënën nga Shqipëria dhe gjithmonë domethënë kam qenë kurreshtare për historinë, mund të them se më duke sikur e kam jetuar atë periudhë. Domethënë, më duke sikur edhe unë vetë si individ personalisht kam qenë aty prezente kur kam mbajtur fjalime Enver Hoxha ose dikush tjetër. Dhe kjo është interesantja e gjës. Dhe prandaj përveç kësaj periudhe dhe do ta përçoj edhe një si punë mesazhi të vogël se Retro Time kthim në vite e ka edhe për qëllim, domethënë pjesën qëllimi më i madh i këtij programi është pjesa e edukimit të rinisë. Unë ndihem keq kur rinia nuk njeh personazhet, heronjt e popullit të vet, nuk e njeh historinë e popullit të vet. Dhe siç e thash në puntatën e parë, çdo histori e cila harrohet ajo ka vend për të përsëritur. Dhe nuk besoj që juve do të dëshironi të ktheheshit në ato 5 shekuj të zaptimit nga Osmanët ose në një periudhë tjetër nga italianët, nga gjermanët. Prandaj do t'ju lutesha sidomos prindërve ta rrisin më shumë, ta brumsojnë atë dashurinë te fëmijët e tyre, se tek e fundit ne jetojmë këtu dhe mos dish heronjtë dhe figurat heroike që i ka pasur vendi yt, kam pasur një rast personal dhe gjëja që më ka ardhur më shumë habi ishte kur më kam pyetur për një personazh, për një hero të kombit ton, të strugës son, që ajo nuk e njihte. Dhe është për të ardhur keq në të njëjtën kohë që rinia nuk i njeh personazhet dhe heronjtë e vendit vet. Prandaj, edhe pavarësisht prindërve, nëse nuk janë aq historike dhe atë dashës, do lutesha që rinia të mësonte për historinë. Është një pasuri shumë e madhe për ju, ku do të kuptoni se çfarë i nevojitet popullit tuaj në të ardhmen, çfarë ka kaluar, çfarë është duke kaluar tani dhe çfarë duhet në të ardhmen për këtë popull. Prandaj, kjo është mund të them më shumë është si punë thirrje që ju të vetdjesoni, prindërit të vetdjesohen për ta brumosur atë dashurinë të fëmijët e tyre, por edhe fëmijët. Rinia duhet të jetë më interesuar për historinë. Atëherë do të kalojmë në një shkëputje shumë të vogël se u bëra shumë filozofike dhe më pas do të rikthehemi përsëri. Besua, mos folën sojt, apo bemën, mos ishte zhurma erës. Unë ty të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ty të dua. Mos folën ujrat e pranverës, mos folën udhët plot, mos folën udhët plot njerës. Pra unë ty të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ty të dua. Pra unë ty të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ty të dua. Mos folë kush, natë prush, natë kushte natë prush, nata mos foli apo tjetër kush, natë kushte natë prush, nata mos foli apo foli kush. S'foli hana për me stegësh a gonxhet që do qeli, gonxhet që do të qeli nesër. Pra unë ty të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ty të dua. Pra unë ty të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ty të dua. Natë kushte natë prush, nata mos foli apo foli kush. Natë kushte natë prush, nata mos foli apo tjetër kush. Now
duash, të dua prandaj të dua. Por i kthejmë kështu përsëri dhe do të flasim edhe për jetën e përditshme në Shqipëri në vitin 1974. Jeta e përditshme kishte si gjithmonë radio në mbrëmje, libra të pakët dhe frikë nga fjala e tepërt. Ku fjala nuk ishte më pasuri, fjala nuk ishte art, por ishte frikë në vete. Se i përket në Kosovë, më shumë kishte lëvizje ekonomike, lidhje me botën e jashtme dhe emigracioni ishte në rritje. Por nga ana tjetër, se i përket si atmosferë e vitin 1974, 1974 nuk ishte vit gëzimi, ishte vit reflektimi, frike dhe heshtjeje. Por edhe qëndresë të mbrëmshme, ruajtje të identitetit dhe artit që mbietoi pa u dukur shumë. Nga ana tjetër e kemi edhe pjesën e sportit dhe të vitit, domethënë 1974. Sporti mbeti një nga të paktat gëzime kolektive ku rinia, shoqëria mblidheshin nëpër stadiume të ndryshme dhe fush ku njerëzimi shfrynin emocionet e tyre të cilat i kishin kapluar gjatë ditës. Futbolli ishte, domethënë, periudha ku stadiumet mbusheshin dhe ekipi ishte krenar. Sporti ishte pushim nga realiteti. Domethënë, pavarësisht gjërave, imponimeve që kanë pasur si popull, e kanë gjetur një mënyrë ribashkimi me kolektivin dhe të gëzojnë një atmosferë më të mirë. Viti 1974 na mëson diçka të madhe. Arti mund të ndalohet, por shpirti jo. Këngët u kënduan më ulët, librat u lexuan më fshehur, por kujtimet u bën më të forta. Kjo ishte Retro Time, kthim në vitin 1974, një vit që nuk duhet harruar sepse na kujton se sa shumë vlerë ka fjala e lirë. Do të takohemi përsëri puntatën tjetër. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.